Jetesa e njësive speciale të policisë në ambiente të fëlliqura e kancerogjene po vazhdon të mos i pengojë vetëvendosjes. Kush është kundër? Përballja me realitetin e mundësia për të përmirësuar gjendjen e policëve elitar në kampin Enver Zymeri në Mitrovic u pamundësua sërish nga ta. Krejt anëtarët e saj votuan kundër vizitës në Belvedere, pas propozimit që kishte bërë Albana Bytyqi e AK-s, pas pamjeve të publikuara në Vox Kosova. Nuk u marrë asnjë përgjigje, kisha dashur me ditë a ka ndonjë përgjigje ajo, a pajtohet komisioni me shkuna në vizitë apo jo, që jo ta dim bile se na mujna më shku edhe vetë. Arsyetimi i kryetarit të komisionit ishte banal. Ty ka gjëra të cilat janë për publikun dhe për shkuar çdo deputet i cili ju e dini. Por unë po flas që është e drejtë e deputetit me bë kërkesë. Unë nuk pajtohem që si komision të shkojnë të gjithë atë. Paramendojeni, anëtarët e Komisionit për Siguri e Mbrojtje po pretendohet se kanë çështje të kufizuar, në ndërkohë, hiç më larg se në fund të marsit, inspektorët sanitar shkuan aty e mbyllën disa hapësira për shkak se nuk i plotësonin kushtet e jetesës. Ky refuzim, që do të mundësonte përmirësimin e gjendjes së policëve special të Kosovës, nuk mund të përkthehen ndryshe pos pranim i krejt atyre çka ka raportuar Vox Kosova që nga 11 marsi. Pushteti me buxhet të planifikuar që nga viti 2024 refuzon të ndërtojë objektin që do të siguronte mirëqenie për zyrtarët, që në 2023 pamundësuan aneksimin e një pjese të Kosovës. Por kaq është interesi tyre, të përdorën maksimalisht në fushata e në realitet i ngrisin duart kundër, kur është momenti që të rregullohet mirëqenia e tyre. E përderisa deputetët e vetëvendosjes e shohin si të padenjë të vizitojnë kampin, janë pikërisht ata që kanë votuar problematikun e listës serbe, Slavko Simiqin, si anëtar Komisioni për Siguri e Mbrojtje, që ka qasje në informacione të ndjeshme të sigurisë në Kosovë.